Java 35 të Abisnes Superiore do të rezervoj për Kuqeblut një përplasje me Elbasanin në transfert. Klubi i futbollit Vllaznia ka respektuar traditën e organizimit të konferencës në prag të ndeshjes. Tekniku Kuqeblu Brdarić zgjolli taniste me momentin pozitiv të ekipit. Kemi punuar fort deri tani që të mbërrim në këtë pozicion ku ndodhemi. Asgjë nuk na është dëruar. Objektivi ynë është i qartë. Duhet të vazhdojmë kështu sepse asgjë nuk ka përfunduar. Sfidën me Elbasanin Brdarić e cilëson si më të vështirën e gjithë sezonit. Ndaj Elbasanit në transfert mund të jetë ndeshja më e vështirë të gjithë sezonit. Ky ekip është një nga më të fortët në kampionat dhe aktualisht, po kaloi një formë shumë të mirë. Besoj do të jetë një sfidë e fortë dhe na duhet ta përballojmë sa më mirë kundërshtarin. Javën e kaluar ndaj Dinamos arritëm një rezultat të mrekullueshëm. Bëm çdo gjë mirë dhe shkoi sipas pritshmërive tona. Duhet të vazhdojmë me këtë lloj paraqitje. I pyetur nga gazetarët nëse do ta ketë një sy e vesh edhe nga ndeshja e rivalit për vendin e dytë, Dinamos, Brdarić u përgjigj kështu. Nuk mendoj se çfarë do të bëjë rivali ynë Dinamo pasi e kam gjithë fokusin tek takimi që kemi me Elbasanin. Duhet të kapim objektivat tona dhe çdo lojtar duhet të punojë fort për këtë. Duhet t'i tregojmë tifozëve dhe drejtuesve që jemi gati për hapin e radhës. Krahas shiftit e Elbasani Vllaznia për llogari të javës së 35 të kategorisë superiore do të luhen edhe Egnatia Skënderbeu, Tirana Teuta, Bylis Partizani dhe Laçi Dinamo.